Ushtroi dhunë psikologjike ndaj motrës së tij, 38 vjeçari Sh, banues në Lushnjë. Specialistët e Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për këtë shtetas. Gjithashtu policia e Mallakastrës arrestoi në flagrancë shtetasin SHL 60 vjeç, banues në Ballsh, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një shtetase 13 vjeçe. Kurse policia e Fierit arrestoi në flagrancë shtetasin AX 40 vjeçar që ka kanosur duke sharë, ofenduar dhe kërcënuar punojësin e policisë të forcave kombëtare të sigurisë, i cili ishte në shërbim në mbikëqyrje të këtij shtetasi. 40 vjeçari banues në Fier ishte me mas sigurie arrest në shtëpi, me mbikëqyrje policore 24 orë për veprat penale, trafikimi i armëve dhe municionit luftarak, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit, rrëmbimi ose mbajtja penge personit të kryera në bashkëpunim dhe vrasje punonjësve të policisë së shtetit e mbetur në tentativë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.